Në qoftë se Rama reziston, zgjedhja e parakohshme bëhet pashmangshme dhe për vetë Ramën. Pse? Sepse Rama thotë që, okay, vetë Rama kërkues. Okay, ju më thoni këtë gjë, po unë nuk do të dorëzoj sepse unë kam shumicën. Do shqiptarët, mirë apo keq mua më duan. Dhe kemi për ta parë, që po vazhdoi kështu, po rrisoi Rama, për mendimin tim, në zgjedhjet e ardhshme bashkiake do shkojmë në zgjedhje parakohshme sepse të treja palë të interesuara. PD-ja e para, se të kërkon. BE-ja e dyta sepse në të rast thotë që shiko, këta u ankuan për zgjedhjet, këta radhë ne veçuam shumë observator, janë zgjedhjet dhe pa përpoqshme. Dhe Rama po ashtu sepse legitimohet e thotë vërtet që humba pik me Ballukun, po ja ky popull, ndonse unë prapë më të Ballukun, prapë ky popull më do. Drejt sa do shkojmë. Ky është skenari im, nëse Rama reziston akoma. Do më lejosh, zoti Burimi, dhe një pyetje e kam, pa diskutim hipotetike, nuk dua të bëjmë parashikime fati, por realisht jam shumë interesuar për ta kuptuar se si e perceptoni ju këto dhe si e analizoni këtë. Nëse nesër do të kishte zgjedhje në Shqipëri, për kë do të fliste rezultate? Kur them nesër, nuk flas për pas 24 orësh, pra po flas për një periudhë 6 mujore. Nuk e dim sepse nëse të përzgjedhje parakohshme minimumi do ketë për mendimin tim 3 muaj. Patjetër, prandaj thash që kur them nesër nuk i referohem në të vërtetë ditës së nesërme, po i referohem një periudhë sa më shpejt siç e parashikon ligji. Kjo parti demokratike sot, kjo pozitë do kalojë nga një diskurs, nga një narrativ dekonstruktive që është sot ka një narrativ dekonstruktive. Timin që vetëm kritikon dhe hedh poshtë gjithçka që i bën këtij pushtet, po pa treguar se ç'do bëj ajo vetë. Po ta vënire, nuk ka sot, edhe kur dëgjojmë sot ndrakët fjalimet e Berishës, do flasi për çka ka bërë Rama për Ballukun, po shikoni gjithçka, edhe fjalimi dhe imazhet, edhe ato figurat e Guantanamos mbrapa, janë gjitha që quhet në shkencë politike është një politizim negativ i situatës. Pra vënia tekst ajo që nuk shkon. Por nuk e aty për shembull, çfarë do shkoj. Nuk e një imazh që të konkretizojë se çfarë do bëhet me PD-n. Pra mungon imazhi së ardhmes, pra si e sheh PD-ja të ardhmen e vetvetes dhe çfarë ofron. Eksakt. Sot që PD sot është ende një situatë në një ojë që kështu nuk vazhdohet. Vendi po përshatiset. Gjithemi dakord me konstatimin gjithë. Po sot nuk po shohim fermentet, ose mbase këta vetë ka cilë e bëjtë gjë e më dërëndon, po unë do të dëshiroja të shikoja që çfarë propozojnë këta. Okej, ky e bëri shumë keq. Po çfarë do propozojnë këta? Në shumë fusha, qoftë edhe për shembull në gjëra që këta sot ja kritikojnë Ramës, kur bëhet fjala për manifestimet, për shembull. Nëse për shembull premton Berisha që po të vinë pushtet, PD-ja, kur nuk të përdori gaz do cjellës. Po këtë janë shumë thjeshtë. Dhe për shembull të thonë që çfarë propozojnë këta pozitive, që këta do bëjnë mirë. Sot të kuptojmë që ja çfarë s'duhet, po çfarë duhet. Edhe këtë se ka vetëm PD-ja, i ka gjithë spektri politik. Dhe vetëm për ta PD, Saliani, po ta vësh ku shkon të bën ato foltore, Saliani flet gjithmonë se duhet përmirësohet PD-ja nga brenda, por nuk flet çfarë interesi ka populli. Çfarë interesi ka populli, se si organizohet PD-ja. Më intereson si a do kemë kredi të lartë të vogël a do kemë siguri shkollë për fëmijët e mi. Do s'ka në Shqipëri para këtë debatësh, shavishme. Kam përshtypjen që këto pikpyetje do vazhdojnë të mbeten të tilla për një kohë goxha të gjatë, megjithatë gjera asin të falenderoj edhe një herë shumë që u bashkove në këtë intervistë për drejt. Shumë faleminderit, punë të mbar. Mirë të nderuar shikues, ne kemi mbërritur në fund. Faleminderit për vëmendjen tuaj.